Kthehemi në kuadrin e informacioneve për të ndalur tek një operacion i policisë i cili ka pasur një periudhë hetimi dhe një operacion i cili në fakt u kodua labirinti 2 ka çuar në pranga disa persona të cilët bënin shpërndarjen e lëndëve narkotike në forma të ndryshme, qoftë në tabakino, me taksi, si shpërndarësh, shpicash. Megjithatë, të gjitha informacionet do na jap më të detajuara gazetari ynë Esido Barka, i cilin po e përshëndesim. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Flori dhe Brikena. Në fakt ka qenë operacioni Labirint 2 i policisë e Tiranës, konkretisht i trafiqeve të Tiranës, të cilët kanë goditur disa grupe kriminale, të paktën 5 grupe kriminale bëjnë me dije burimet, ku në total janë lëshuar 33 masa arresti. Kujtojmë në fakt se para pak ditësh, konkretisht para 2 ditësh, u ekzekutuan 22 masat arrestit, 5 të tjerë ishin ndaluar në fakt disa ditë përpara finalizimit të operacionit, ndërkohë 6 persona të tjerë vijojnë të jenë në kërkim. Personat arrestuar pritën që të dalin përpara gjykatës së Tiranës në dhomën penale për të njohur me masën e sigurisë e vendosur të kërkuar nga prokuroria e Tiranës ndaj tyre, si dhe të njihen me akuzat e ngritura nga organi akuzës sa i takon aktivitetit të dyshuar kriminal me të cilën ishin të përfshirë këto persona. Ritheksoj edhe një herë se të paktën 5 grupe kriminale të cilët funksiononin së bashku ose të ndara sa i takon shitjes dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Gjatë operacionit janë sekuestruar në fakt një sasi lëndësh narkotike, konkretisht 10 kg kanabis sativa, ndar edhe 100 doza të cilet ishin bërë gati për shitje, automjete, 28 celular, si dhe 500 gram kokain. Megjithatë, të paktën prej 2-3 vitesh janë të përfshirë në grupin kriminal të bëjnë me dije burimet sa i takon aktivitetit e tyre. Pjesa më e madhe e personave të arrestuar rezultojnë me precedent penal sërish në fushën e narkotikeve. Ato kishin një skem të mirëfill të ngjashme me grupet e tjera në të kaluarin, të cilët janë goditur nga antidroga e Tiranës sa i takon shpërndarjes së lëndëve narkotike. Megjithatë, një ndihmë e madhe për hetuesit e policisë dhe agjentat antidrogës kanë qenë jo vetëm përgjimet me të cilën pra janë ndihmuar nga prokuroria për të dokumentuar provat që kanë ndaj personave të akuzuar, por dhe blerjet e stimuluara, ku agjentë infiltruar pra janë shtirur, le të themi, si blerës ose personat të cilët kanë interes për të përfshirë në shpërndarjen e lëndëve narkotike në mënyrë pra që të bien në kontakt me personat të cilët ishin në hetim për të paktën 1 muaj ose 2 muaj të paktën ku ka nisur dhe na filloi operacioni Labirinti 2 për shkak të emrit që mban, sepse është zhvilluar dhe një operacion më përpara me të njëjtin emër ku janë goditur disa persona. Sa i takon aktivitetit e tyre, siç e tha dhe ju Brikena, ato ishin të punësuar në disa institucione të tjera ose konkretisht në biznese të ndryshme, si shpërndarje shpicas, por edhe në firma të njohura të cilat operojnë në Tiranë. Kjo për shkak për të bërë, le të themi, të mundur kamuflimin e tyre dhe të lëvizin pra pa pushim në Tiranë duke mos rënë në sy. Pra krahas, le të themi, picash që shpërndanin, ato ishin dhe të kamufluar dhe shpërndanin drogë, jo vetëm në zonën e ish-bllokut pra në lokalet e natës, por në disa lagje kryesore të Tiranës. Pyetje, e si që lidhet pak pikërisht me këtë të fundit, a ishin në dieni, le të themi, ata të cilët ishin pronarët e bizneseve përkat, se qoftë të picave që kishin punësuar këta njerëz, cilët do të funksiononin më pas si shpërndarës, pra ka dëshmi edhe nga anët e bizneseve cilat janë, le të themi, shfrytzuar, janë përdorur në këtë drejtim, si ka funksionuar hetimi i policisë. Në fakt nuk janë në dieni sa i takon pronarë, sepse bëhet fjalë për disa firma, le themi, të cilët kanë një gëm të gjerë të shtrirë, pra një biznese zinxhir të cilët ofrojnë shërbime, le themi, qoftë në shpërndarjen e picave, pra apo edhe në institucione të tjera të mëdha. Për shembull, njëri prej të arrestuarve punonte në një kompani të madhe telekomunikacioni në Shqipëri, kuptoi që institucionet ku ato ishin të punësuar nuk ishin dieni sa i takon jetës së dy fish, bënin vartëse të tyre, të cilët ishin të përfshirë në trafikun dhe në shpërndarjen e lëndëve narkotike. E qartë, megjithatë 5 persona janë arrestuar më herët, 22 gjatë këtij operacionit të madh për të vlerësuar i gjithë ky operacion. Megjithatë, a pritet të ketë arrestime të tjera Esido? Paktën nga përgjimet që janë bërë. Në fakt, antidroga Tiranës, le të themi, kohët e fundit ose më saktë vitet e fundit ka treguar një skem ndryshe të goditjes së grupeve kriminale, pra duke mos reaguar, le të themi, në një kohë të shkurtër ku janë zhvilluar hetimet për të goditur disa persona, qoftë 3, 4 ose 5 persona, por ka arritur që të grumbulloj prova për të bërë të mundur dokumentimin e të gjithë personave të përfshirë në skema të tilla kriminale, ndaj dhe numri gjithnjë ka qenë i lartë. Megjithatë, ngelet për të parë se si do vendos gjykata sa i takon provave
që antidroga e Tiranës, por dhe prokuria e rrethit pra ka arritur të dokumentojë për përfshirjen e tyre. Pritet të ketë arrestimet e tjera për shkak të zbërthimit të aparateve celulare të personave të arrestuar, ku priten të dokumentohen dhe rastet e tjera dhe për të parë nëse kanë qenë apo jo personat e tjerë të përfshirë. Të cilave mosha janë në përgjithësi të arrestuarit e sido? Përgjithsisht i përkasin grup moshave të reja të skeduar më përpara në lidhje me trafikun dhe shitjen e lëndëve narkotike. Mirë, e si do të falenderojmë për gjitha informacionet që përcollen në studion lidhje me këtë operacion. Folëm me Sido Barka pikërisht për goditjen e një grupi kriminal cilës shpërndanin drogë nëpërmjet këtij operacioni Labirinti 2. Policia ka arritur të arrestojë disa persona të cilët kanë qenë nën monitorim gjatë një hetimi i cili ka vijuar në forma të ndryshme në kryeqytet dhe që ka zbuluar shpërndarjen e lëndëve narkotike.